Po, tu i pa rrethonat politike në cilat jemi hy tash 6 vite, tu e pa stagnimin e Kosovës në gjitha sferat si politike, ekonomike, edhe momentet të cilat jemi ka i kalojmë me miqt tanë në ftohje e raporte tona, mendoj të skajshme, e vlerësoj që është momenti me vendimtar dhe me i duhuri që populli jonë të zgjohet dhe të reagoj përmes votës së saj ndryshimin dhe ecjen e Kosovës në një rrugë të cilën besoj ka disa vite që e kemi humbur. Gjendjen ekonomike cila na ka kaplu vitet e fundit, po them të drejtën nuk është as pak e mirë, duke u nis krahasoj, duke u nis nga vetja ime dhe ata që i njoh familje dhe shokët gjithë, gjendja ekonomike tek ne është duke u randuar vitet e fundit. Pagat e ulta, çmimet e larta, në devalvim, them të drejtën, i pa pritshëm nga ana jonë dhe nga populli i Kosovës. Një situatë e rëndë.